Në ndërkohë, jemi ende popull që rekomandohemi nga familjarët. I kish bë mirë vllaut një tablet për Shqipëri zemra shpejt, e marrë dhonën. Do me thonë hala referohemi në këtë mënyrë. Fatkeqësisht, nuk mund të ikim realitetit. Sa është pjesë e dëmshme e shëndetit shoqërisë tonë kjo? Kjo është e dëmshme dhe rrezikshme. Nëse marrim medikamente të cilat nuk Për zemrën e dikujt janë të mira, po jo. Përshkruar nga mjeku nga një vlerësim paraprak. Po. Sepse terapia është individualizuar, e personalizuar, prandaj duhet një mendim nga profesionisti pas një vlerësimi profesional, as me telefon, as me Viber, shpesh e kërkojnë rekomandime përmes platformave Viberit e tjera, për medikamentet që duhet t'i marrim, por duhet një vlerësim i pacientit, klinik, për me marrë një vendim për me përshkruar një medikament që ka substancë aktive, sepse këto medikamente kanë një substancë aktive që kanë një veprim që mund të ketë edhe efekte anësore. Këto medikamentet që i përmende për ulljen e të rrahura mund të shkaktojnë efekte të rënda anësore, mund të shkaktojnë pacientit blok, mund të bëhet pacienti për pacemaker, nëse i merr në mënyrë të pakontrolluar dhe të papërshkruar nga mjeku. Po. Edhe një tjetër kategori që unë mundohem krejt pyetje doktor Alen me të zgjidh ka pak prej shqetësimeve të audiencës, të përditshme tona që na ndodhin, e sidomos juve që e përballeni çdo ditë me pacient. Një tjetër kategori e pacientëve që janë goxha në numër janë që kur njihen pak më mirë, o e nalin terapin, o e zvoglojnë dozën sepse po njihna më mirë. Sa mund ta rikthej problemin nga zero ky akt? Kjo është një problem që na ndeshemi çdo ditë me pacienta. I rregullon yndyrnat, i ndërprejnë statinat, medikamentet që ulin yndyrnat, çka është e rrezikshme dhe dëmshme për pacientin sepse mund ta rikthej edhe rikthen problemin në pikën 0 edhe vështirëson atëre trajtimin edhe procedurën deri tek rikuperimi i pacientit. Ai që ka rregullim të yndyrnave, rregullimi i yndyrnave nuk ka lënë me një dozë një mujore të medikamenteve, por terapia duhet të jetë e përhershme dhe ndërprerja terapisë për tension gjakut apo hipertension, për yndyrna e tjera është e dëmshme, përveç nëse rekomandohet nga mjeku për shkak të një efekti anësor që mund të paraqitet ndërkohë. Po asesi të marrin vendime vetë. Asesi të marrin vendime vetë pa rekomandimin e mjekut.